Prallë. Frika e vetmisë. Ishte njëherë një vajzë që gjithmonë kërkonte praninë e të tjerëve për të ndjerë ngrohtësinë dhe sigurinë. Por brenda saj fshihej një frikë e madhe, frika nga vetmia. Çdo herë që mbetej vetëm, një zë i brendshëm e mbushte me mendime të errta dhe shqetësime. Ajo mendonte se vetmia ishte si një hapësirë bosh, ku asgjë e mirë nuk mund të ndodhte. Por një natë, kur yjet ndriçonin qetë mbi të, ajo vendosi të përballej me këtë frikë. Fitoi guximin të qëndronte me veten pas një shok pa zhurmë tjetër. Në hishtje, ajo filloi të dëgjonte diçka tjetër, një zë të butë, të qetë, që vinte nga brenda saj. Ishte zëri i shpirtit të saj, plot dritë dhe urtësi. Kjo vetmi, që dikur i dukej e frikshme, u shndërrua në një mik të çmuar. Në një kohë për rikëthim dhe shërim. Ajo kuptoi se në vetmi nuk është vetëm. Nuk je vetëm, por në fakt je pranë vetes tënde të vërtetë. Aty ku filloi dashuria dhe paqja e brendshme. Ftesë për reflektim. Çfarë më bën të trembem nga vetmia? Bëja këtë pyetjen vetes tënde dhe qëndro në qetësi të marrësh përgjigje. Dhe në ke marrë përgjigje nga pyetja e parë dhe t'u udhëzoj të shkruash që ta lejosh veten të marrësh përgjigjet që janë të fshehura në ndërgjegjen tënde. Tani pyetja e dytë. Çfarë mund të më ofroj vetmia nëse e përqafoj? Pyetje e tretë. Si mund të filloj të shoh vetminë si një hapësirë krijuese dhe të dashur? Dhe mund të bësh këtë ushtrim për të ndihmuar. Gjej një moment të qetë vetëm me veten. Mundohu të qëndrosh tërësisht e vetmuar dhe pa zhurma të jashtme për disa minuta. Shiko si ndihesh, çfarë mendimesh të vijnë dhe shkruaj nëse dëshiron. Më pas, përsërite çdo ditë duke zgjeruar këtë kohë. Qëndro vetëm, bëj pyetje të vetes dhe bisedo me veten tënde dhe mbaj shënim. Po jemi i zemrës që do të ndihmoj, unë merita t'i thoj emrin tënd, pranoj vetminë si një hapësirë të shtrenjtë. Në qetësinë e saj, gjej forcë, dritë dhe dashuri për veten. Kjo ishte pralla për sot, por këto nuk janë vetëm pralla. Janë të shkëputura nga libri 366 prallave
një për çdo natë, për fëmijën tonë të brendshëm, për të mëdhenjt dhe të vegjëlit. Është terapi që të ndihmon të gjesh veten tënde, të shprehësh ndjenjat dhe emocionet e tua. Dhe mos harro akoma dhe kjo video që shikon, gjithmonë pranesh është Zoti, Jezu Krishti, dhe pavarësisht se ne nuk e shikojmë. Më shkruani a ju pëlqen, kjo prallë, shtypni zemrën, më ndiqni në rrjetet sociale dhe bëni regjistrimin tuaj dhe tek kanali im YouTube Flutra me Fat 333. Më shkruani çfarë është ajo që ju shqetëson juve. Jam Merita Cake, mentore, shkrimtare, mësuese trajnere e zhvillimit personal dhe zgjimit kolektiv. Jam terapiste shpirtërore që të ndihmoj të lidhesh me shpirtin duke të dhënë dorën kur ti je gati. Dhe mottoja ime është çdo gjë ka zgjidhje kur ti je gati. Në qoftë se dëshiron të diçka më tepër për ndihmë, jam këtu dhe mund të më gjesh duke folur me mua në Telegram, në WhatsApp dhe në Viber. Komuniko tek telefoni 00 30 699 321 46 37. Jam këtu për të ndihmuar të lirosh plagët e vjetra, tramat që shpeshherë nuk janë tëndet, por janë të trashëguara. Për çdo gjë ka zgjidhje, vetëm kur ti jesh gati. Dhe dua të më shkruash a të pëlqejnë këto pralla dhe që janë dhe terapi. Dhe kjo të më bëj të shkoj dhe unë më përpara.